Xhenet, ka thonë herë për vetin, jo herë për disa herë, po herë që më përmendim ne. A është shokët e mi, i foli kështu për të madhin Zot. Thojnë kur fliste ai, kush mund të fliste tjetër kur folte ai? Folte Muhamedi alayhis salam të shpjegoj Islam, të shpjegoj madhështinë e Sundusit Suprem, thot shokët e vet. Po ishin sikur ishin shtyllat, vinte ai Zot që ndronte mbi to. Ka krejësia u shtang kështu duke dëgju. Nga Kurani famlar, e duke dëgju shpjegim të gigantit madh profecisë Muhamedi alayhis salam, për sa i përket Sundusit që tha, innakum satarawna rabbakum. Tha o vëllezërit e mi, do ta shikoni të madhin sot në xhenet, siç e shikoni hënë, nuk ka re. Ajo është e plot. Pra pastor, qartë, kur nuk ka re, ajo duket e bukur e këndshme, madhështore. Tha në xhenet do ta shikoni kështu Zotin e ju. Si do e shikojmë vëllezër motra të nderuar? Profeti alayhis salam lutej dhe thoshte, dëgjoje këtë lutje. Thoshte, Zot, me fuqinë tënde të madhe dhe me dijen tënde të pakufishme, po le të jetoj kur jeta është e mirë për mua, ma sill vdekjen kur ajo është e mirë. Më bëni madhi Zot të kem frikë të ndukjen dhe vështirësi, dhe më bë të matur kur jam i pasur dhe kur jam i varfër, dhe më bën të mbaj nivelin mesatar kur jam i kënaqur dhe i hidhruar. I madhi Zot më bën të kënaq me çdo gjë që më përcakton, dhe mbas vdekjes më bën një jetë të këndshme. Më jep kënaqësi që nuk shteron kurrë dhe lumturi që bëhet e përjetshme. Mos ma bë këtë gjë kaq shtron që nuk e duroj dot, mos më japësh kënaqësinë e pamjes të xhenet dhe kënaqësinë e lezetin e madh që ka ajo. Ta kem këtë pas prova dhe pamundime, dhe të më japësh mall për takimin me ty. Mos bukuroj madhin Zot me bukuritë e Islamit dhe më bën mua thirrës në fen tënde dhe të udhëzohen për meje dhe unë të jem i udhëzuar. Gjithmonë u luste thoshe më mundso ta ndjej kënaqësinë e madhe të shikimit madhështisë tënde. Kështu ka pasur gjithmonë Muhamedi alayhis salam. Pse? Doni madhin Zot ne me na çon xhenet. Inshallah Zot. Ka Ramazan po i lutem. Zot na bën gjithëve dhe familjet tona nga banorët e xhenetit. Hyn njerëzit në xhenet da. Subhanallah al-azim për nga madhështia, për nga bukuria, për nga pasuria, për nga pronat, për nga gjëra që i dhuron i madhin Zot si këtë botë, po të përsosur edhe të shumtë. Dhe kur janë në atë qetësinë e tyre, në këndësimin e tyre, në mirësinë e tyre, një zë thret dhe dëgjon gjithë banorët e xhenetit. Inna Allahe tebareke wa taala yastazhiru. Tha sot ka i gjë të veçantë për ju. Në fushën e fjah, është i fushë shumë e madhe në xhenet, ashtu që e fjah ka përmend profeti alayhis salam. Tha Zoti ju pret në takim. Elhamdulillah, për nga mirësia, zbukurohen xhenetlit meshkuj apo femër ato që ja ka bërë rrisi i madh i Zot me hy për takimin e madh me Sundusin e gjithësisë. Për çastin kaq ju tha, në filan vend i madh i Zot don me ju taku. Dhe zbukurohen edhe shkojnë në atë vend. Dhe kur shkojnë aty i madh i Zot kishte dhënë urdhër që aty ishin gjithë fronet e mbretërve të xhenetit. Kush hyn xhenet është mbret i madh, kush hyn xhenet është mbretëresh e madhe. Nga modestia, për nga vlera, për nga pushteti që Zoti ka dhënë dhe nga përjetësia, mbreti dhe mbretëresha është zero. Shkojnë dhe ja kishte vendos, thot profeti alayhis salam, ja vendosi madhi Zot shtretërit e mëdhej, fronet e mëdha në xhenet, gjithsesi me emrin e vet. Edhe doli madhi Zot ulet. Ulet edhe një zë thret dhe i thot: Ja ahlul xhennet, o ju që keni hyrë në xhenet, ju ka begatuar i madhi Zot me mirësitë e xhenetit, me begatitë e pavundme, ju ka dhëruar juve përjetësinë i përjetshme.